Lore, mirë se erdhe në Lituej. Mirë se të gjej. Gjithmonë shumë unike. Faleminderit. Si ke qenë? Mirë, shumë mirë. Rruga për Kosovës gjithmonë s'ndihet fare. Nuk e ndjem fare. A vetëm kur vi kuptoj se sa më merr malli për Prishtinën dhe sa shpesh duhet vi në fakt. Dukesh pak më ndryshe live, ata kanë thënë. Oh, më ndryshe. Edhe më e bukur. Faleminderit. Po kjo vlen dhe për ty. Oh, faleminderit. Lore, çka të lidh me Kosovën? Pak edhe origjina. Origjina? Po. Gjyshe im ka lindë në Gjakov, kështu që unë kam gjysmë në zemrës këtu. Ne kemi Gjakovare, ma i bashkë patriote, Shumë bukur, edhe plus asoj vjen nga qyteti ku buran muzika e bukur. Shumë e vërtet. A ka qenë në familjen tënde ajo që të ka përcjell gjithmonë muzika? Prindrit e mi kanë qenë historikisht muzikdashës, edhe më kanë dhënë kulturë muzikore shumë të mirë ndër vite. Dhe pavarësisht se nuk e kanë ushtruar asnjëri muzikën, edhe nuk vi nga një familje muzikantësh, e kanë përqafuar gjithmonë te unë. E kanë dashur këtë gjë. Ti, Lore, tingëllon ndoshta për shkak të ngjyrës së zërit gjithmonë kaq e qetë, kaq e ëmbël. A jemi të vërtet kështu kaq e qetë apo e ke edhe ato momente? I kam edhe unë momentet e mia. Si këto dorzat e kuqe. Po, eksakt. Bëhem edhe unë në herë kështu, po më mirë mos më mpa në atë moment. Kur janë ato momentet kur ti thjesht nuk duron fare? Po themi me më sfidu, për shembull që se bën dot këtë gjë, ose atë gjë. Aty s'duroj dot fare, po. Diçka pozitive. Ne po afrohemi drejt ledet, nuk do ulemi edhe pak, për arsye që në Lituej gjithmonë flet publiku përpara se të flasim ne së bashku. Okej. Ti lexojmë disa nga komentet se çka janë thënë online për ty. Ua, nuk është kurse disa shumë nga këto kam humbë edhe si kam pa. Okej. Zgjedhë një. Je ëngjëll si mund t'i thyer zemrën një ëngjëlli si ty. Shumë e vërtet kjo është, po. Nuk parandodh me mathy kollaj, do me thënë, po ndodh pastaj që... Po ta thejnë i nxjerr dorzat e kuqe. Po ma thejnë, ulem, boj muzikë edhe investoj në veshët tuaj. Është gjithçysh e duhur ndoshta një zemër e thyer të shkruaj ato vargjet e një melodie e cila me të vërtet rrjedhin ato lot brenda një këngë. Absolutisht, kam përshtypjen që për të gjithë artistët momentet më të vështira edhe dhimbjet më të thella janë ato që prodhojnë edhe këngët më të bukura. Aty merr sens fjala, merr pesh fjala shumë. E bukur. Mali dhe Lore sa ne shkojnë bashkë. Kemi pa shumë komente të tilla, Lore. Pse mendojnë që publiku gjithmonë të kam famë me Malin? Kur në fakt ti nuk është që ki pas shumë, ndoshta as pëlqim si shok. Në fakt, ne nisëm me këmbë të mbar një relacion shumë të mirë shoqëror me Malin, edhe si duket edhe muzika që na ka bashku, kishim shumë temat përbashkëta, me diskutu, edhe patëm një kimi shumë të mirë, po deri në një pikë. Kam përshtypjen se, po, siç... A keni sqaruar raportin kur jeni dalë? Jo, nuk kam pas mundësi. Kam bet aty. Kështu që jemi shumë okej me këtë. Kjo është për në Eurovision. Pse nuk konkurove me këtë këngë, gjithashtu ka 436 like. Kam përshtypjen kjo është për Ramanetin. Po, unë nuk e di nëse do kishte qenë kënga fituese, nuk mund ta them dot kurrë, domethënë, për sa kohë që unë vendosa ta çoj në këngë magjike, po për faktin që mori atë feedback që mori, unë nuk jam fare qef mbetur që s'pata mundësi ta nisja në RTS, jam e sigurt që do të çoj në RTS një gjë edhe më të mirë akoma. Do të ndodh në të ardhmen. Do të ndodh, absolutisht. Është një nga gjërat që unë kam në listë për çef. Që vjen tani apo? Me qef shumë, me shumë qef. Të ftoj në hot seat. Okej. Lore, a je nga ato vajza që largohen sa po fillojnë të ndjejnë diçka? Më ka ndodhur, po. A e ke thyer ndonjëherë zemrën e dikujt pa dashje? Po, fatkeqësisht po. A mendon se bukuria ta ka vështirësuar jetën më shumë se sa të ka lehtësuar?
Mendoj që më shumë lehtëson, në pjesën më të madhe të rasteve. Po. A ke qarë ndonjëherë nga zhgënjimi, por askush nuk e ka kuptuar? Po, kam natyrë introverte, edhe kjo ndodh ndonjëherë që nuk dua ta jap veten përpara njerëzve. Po. A je person që hakmirët në heshtje? Varet shumë nga situata. Ka një po një jo këtu. A të kanë stresuar ndonjëherë sepse je e qetë? Po, sidomos ky paragjykimi që kanë përgjithsisht për mua, që jam shumë e qetë, po më shumë se e qetë shumë vanilje, që është fare e vërtet. A ekziston ende dikush që po të shkruante sonte do ta humbje pa kontrollin? Jo, unë gjërat kur i mbyll dhe nuk ka më kthim brapa. A ke frikë nga vetmia apo nga personi i gabuar? Hot one. Po, kam shumë frikë nga vetmia. Përgjithsisht nuk e lë veten të pashoqërume. Më pëlqen të kem gjithmonë një prezencë afër të një njeriu. Po edhe me njeriu e gabuar nuk do kisha dashur me u shoqëru. A je nga ato vajzat që thua që je mirë edhe kur nuk jam fare? Po kam përshtypjen edhe ky profesioni jon ta imponon pak këtë. Që ti të gjithë problemet e tua duhet t'i fusesh në një qese, ti mbyllësh aty edhe të stamposh një buzëqeshe në fytyrë edhe të vazhdosh ditën. Është truk profesional. A e ke përdorur ndonjëherë indiferencën si mburoj? Po, shumë shpesh. A e ke humbur ndonjëherë veten duke dashur dikë? Edhe kjo ka ndodhur, po. A mendon se meshkujt friksohen nga vajzat si ti? Po, sidomos për profesionit që kam sjell. A ka një fjali që të ka ndryshuar mënyrën si e shet dashurinë? Një fjali? Jo, unë jam e gjitha emocion. Asgjë s'ndikon. A të duket vetja e vështirë për të dashuruar? Deri diku po. A je romantike apo më toksike në lidhje? Jam një mix shumë i mirë dhe i balancuar. Jam një koktejl shumë special. A ke falur ndonjëherë diçka që s'do duhej ta falje? Nuk pendohem në momentin që vendos të fal dikë. A ka pasur periudha kur je ndjer komplet e keq kuptuar? Edhe, po. A të trambi ideja që njerëz dashurohen me versionin tënd në Instagram e jo me ty? Unë vetja jam në të gjithë dimensionet e mia, në çdo rrjet social, në çdo gjë që flas si virtualisht, ashtu në intervista, live, kështu që kam përshtypjen që dashurohen po prapë me mua. A je tip që largohet në heshtje apo bën skena përpara se të ikje? Jo, gjithmonë fisnike edhe me kokën lart. Çfarë është më vështirë për Lori? Të besoj dikë apo të harroj dikë? Vështirë se i shkul njerëzit nga zemra. E kalove sfidën me sukses. Ua, ishte shumë hot, duhet ta them. Deshta mi urua dhe mirë se ardhja shikuesve të Elitue, gjithashtu edhe ty, mirë se erdhe edhe në Kosovë. Mirë se ju gjej edhe gjithë atyre që po na ndjekin. Shumë qef që jam këtu. Çka ka diçka që publiku nuk e njeh nga ti? Në përgjithësi, unë jam mundu nëpërmjet intervistave, daleve të mia publike, po ashtu edhe eksperiencës në Big Brother, Elita, që kam qenë 24/7 përpara kamerave, edhe para se tyja thova me veten, tani njerëzit nuk mund dim për mua edhe si laj dhëmbët, edhe si habuk, edhe si e mbaj lugën, edhe tjerë. Po kam përshtypjen në këtë pikë, s'din për mua gjëra që do të vinë, gjëra shumë bukura që do vinë. Do flasim sonte besoj për atë, por tregoj me përmendën në hotësi që je introverte. Po, pak se natyrë. Sa ta vështirëson kjo punë me që ti je në tregun e muzikës, edhe duke qenë në tregun e muzikës, ti duhesh të jesh ndoshta një butterfly. A social butterfly, fix. Unë mundohem shumë, se si natyrë jam sociale, në sensin
arris, me thënë, të raportohem shpejt me njerëzit, se jam shumë kurioze edhe të hy në raporte, por jam introverte në lidhur me të zbërthyrit të botës time të brëndshme, të asaj që unë bartë së brëndshmit me njerëzit në fillim kur takohem. Edhe derisa të rritë fitoj besimin e tjerë. Po ky introvertizmi më ka krijuar kështu një bulzë shumë të madhe që më ndihmon me kreativitetin. Mbyllem në atë botën time edhe... Ti je lindur fiks për artin, këtë e ndjejmë, e shpreh, e ndëgjojmë përmes muzikës tënde, por si arrite deri te arti, kur ishte ai momenti që ti kuptove që ti thjesht don me u marrë me muzikën? Nga më qenë shumë e vogël edhe mbaj mend veten time, kemi pasur në shtëpi disa bokse shumë të mëdha, edhe luanim CD-të e këngëve më të fundit që jepeshin në MTV, edhe bashkë me vllajën tim më të madh që praktikisht ka qenë një nga bashkë me familjen time që kanë qenë influencë shumë të mëdha në muzikë, siç e thash edhe që parë. Vini muzika në maksimum edhe unë isha gjithkohës lip-syncing edhe duke vjedh gjithkohës maniera të këngëtarëve, formën se si interpretonin etj dhe aty kuptova që kisha një tip pasioni për të gjithën këtë. Por momenti i parë që unë kam qenë në kontakt me skenën ka qenë The Voice of Albania, kam qenë 17 vjeç në atë kohë. Çka mendon që e gabove në atë kohë? Sepse si 17 vjeçare patjetër që bën gabime. Mendon që ki bën ndonjë zgjedhje që sot do ta ndryshoje? Të them të drejtën, ndoshta e vetme gjë që do kisha dashur unë në të gjithë karrierën time, jo vetëm në lidhje me Voice-in, do kishte qenë të kisha nisur edhe më përpara të merresha me muzikë. Pastaj për zgjedhjet që kam bërë aty brenda të mentorit apo vocal coachit, nuk bëhem pishman, absolutisht. Kam marrë më të mirën e gjës që mund të merren atë kohë. Sot kemi shumë problem me të rinj, të cilët gjithmonë edhe këtu në emisionin tonë ankojnë që është shumë vështirë të depërtojnë në skenën e muzikës. Është shumë e vërtet. Si mendon ti cila është ajo rruga e duhur për të ndjekur që të kemi edhe më tepër emra të rinj në skenë? Mendon që sidomos ty atë ka ndihmuar të jesh pjesë e një reality show? Reality show po edhe talent show ndihmon shumë në këtë rast si një trampolin për t'u shpreh artistikisht. Të ndihmon shumë që edhe... Po t'jesh më unik ndoshta të rrezikosh, sepse kemi shumë raste të cilën ndoshta e mohojnë atë që janë, duan të jenë si të gjithë, e ndoshta aty humbin. Absolutisht, në momentin që ti mundohesh të ndjekësh një trend, mundohesh të bëhesh një kopje e shëmtuar e dikujt tjetër që në fakt atë gjën e ka native, ka autentike, aty fillon humbet shumë nga vetja. Kështu që duhet të jesh gjithkohës eksperimental me veten, që të kuptosh se ku qëndron më mirë dhe ku mund të shprehesh më mirë veten artistikisht. Kjo është një gjë për shembull që unë i kam shkuar nga pas me shumë po themi këmbgulje. A bën kompromise në studio Lore? A ndryshon diçka për shkak që producenti e do? Jo, e di çfarë, e para fare fati im është që punoj me njerëz dhe me artistë që të pari nuk duan që unë të bëj kompromise me atë që më vjen mua natyrshëm të sjelljes për sjell. Edhe janë po ashtu njerëz shumë dhe artistë shumë me botë shumë të bukur edhe shumë unik në formën se si e konceptojnë dhe perceptojnë edhe e përjetojnë muzikën. Prandaj edhe ata nuk janë vetë artistë që po themi duan të ndjekin tregun për hir të një kompromisi apo për një depërtim më të shpejt në treg. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë që të qëndroj, po themi, kështu siç jam, origjinale. Kujt do t'i falenderoje sot? Absolutisht atyre që më kanë zgjat dorën nga dita 1, atëherë kur as vetë nuk e dija se sa mund të përkisja në këtë botë. Janë çunat e mi, Elban Kondi, Fabian Basha, Genco Osmani, janë absolutisht ata njerëz që kanë besu tek unë edhe te ajo që unë kam që ka lindë me mua, po themi, edhe që mund ta qëndisim si ëndër të bashkët një të nesërme. Në këtë rrugë që e ki zgjedh, patjetër që ka edhe persona të cilët të thonë jo. Atë kanë thënë ty jo? Po,
Kanë qenë jo që thjesht më kanë bërë të kuptoj që në momentin që një derë mbyllet, shumë të tjera hapen. Jo që, po themi, më kanë bërë të kuptoj që nuk është momenti. Edhe... Si i përjeton këto momente ti, Lore? Po aty për aty je emocional. Thyesh. Artistët... Çka mendon për festivalet në përgjithësi? Thyesh ti sepse shumë artista e thonë edhe kanë irritim pas përfundimit të festivaleve. Unë jam shumë natyrë kompetitive. Shumë. Edhe dua gjithmonë maksimumin, edhe dua gjithmonë perfeksionin, edhe i kthehem regjistrimit, i kthehem koreografisë, i kthehem provave. Shumë. Dhe po, e marrë shumë për zemër një kompeticion në momentin që hyn garë. Dhe dua ta fitoj, nuk kam ambicie tjetër, përveç se ta fitoj. A të kanë hyrë në hak? Duhet të jem unë që them kështu. Sa e mirë, maj. A më kanë hyrë në hak? Të kanë hyrë në hak. S'ka problem. Dhe njërë është më mirë kështu. Dërshproshte? Po, shumë. Shumë. I marrë Por, a shumë për zemrës. Kur? Do të shohem prapë në festivale? Po, me shumë qef. Nuk e di nëse do jetë ky viti. Tregom, a mendojnë që edhe në festivale në momentin kur shkon i ndëgjon këngët të tjera, a mendojnë që ki bozgje të gabume? Me këngën time? Po. Kur? Jo, pak të ndërë tani s'kam dorë. Jam shumë, besoj shumë me instiktit edhe intuitës time. Shumë. Edhe e di do me thënë që atë që gjën që sjell në momentin e dur. Mendoj që kam pa modesti këtë kam godit në po brenda karakterit tim, prandaj unë jam gjithmonë entuziaste për gjërat që sjell, se janë ndryshe, janë eksperimentale. Te kënga magjike ki këndu Amanet, apo jo? Po. Ajo e mori zemrën e gjithë publikut, por cilën këngë ti këndon me shpirt? Me shpirt? Kështu që e përjeton 100% emocionalisht. Për ne ju jetë ndizën lartë, ka qenë një vit përpara Amanetit në konkurim, po prap në këngën magjike. Mund të them që është një nga këngët që ka shënjuar më shumë të shpirtin tim. Të kanë akuzu që në shtëpi e ki këndu Amanetin shumë. Po ma kërkonin mi? Mund ta kërkoj dhe unë mi? Po mi? Hajt mi? Amanet, ne të vëna, mos mi prish këto ndra. Jam e mirë, nuk bëj lojnë, bojna qef si dojna. A e li? Versioni më i mirë, ndonjëherë. Më i mirë, absolut, po. Gjithmonë kur e kom pa, kom thonë, do ta kem në studio, do të ma këndoj dhe mu. Ishte ndrysh. Ki patë shumë bashkëpunime. Po. Tregom si shkoj me MC Creation me Elinel. Ndryshoj perceptimi jëtë për ta diçka? Më mirë, më keq? Unë qëllimisht e kisha mbajt veten pak të distancume nga bashkëpunimet deri në atë moment, se ka qenë shumë e rëndësishme për mu me vën një vullë artistike, me pas një cikël muzikor timin, me tregu atë që unë jam në të vërtet, dhe të gjithë dimensionet e mia artistike, po themi, të pa korruptuara. Dhe me thënë, ashtu rjeshtëm si mund vi unë. Dhe e bëra këtë gjë për 2 vite rresht, me disa materiale shumë eksperimentale dhe një EP pastaj shumë më emotive. Dhe në momentin që pata Amanetin në një formë mbylli gjithë këtë ciklin, ishte koha për të eksperimentu me bashkëpunëtorë. Edhe erdhi materiali me Creation në një moment që nuk e prisnin fare. Në njëherë këto gjërat spontane janë vërtet ato që më të durat, po, më të bukurat edhe më të durat momentit. Mendojnë që e morën atë vëmendjen e dur? Unë absolutisht mendoj për materialet e mia që janë si t'janë fëmijët e mi, bebet e mia. Mendoj që kanë shumë potencial se aq, patjetër, por që prap mendoj që është pëlqyer në masë. Edhe pse i papritur si bashkëpunim. Është bashkëpunim i parë. E the që je luftarake, por si të bën mu ndjen ndoshta kur e sheh një këngëtare që s'di të këndoj live e merr me mira euro brenda një note? Po. Po shiko, edhe si është puna
E para fara unë nuk njoh kështu situatash, fenomenesh, mos dish të këndosh fare edhe ndërkohë të paguesh masivisht. Qa thumi? Qa thumi? Janë këto mi. Shumë korekte je, por... Jo, s'kam përshtypjen këto bien gjatë rrugës. Mund t'jenë një vit fenomene dhe pastaj bien gjatë rrugës. Kam përshtypjen janë përgjithsisht të personazhe që nxjerrin reality shows. Kupton? Marrin atë bujën aty për aty, një famë të përkohshme, edhe turren të gjithë të muzika, se kam përshtypjen mendojnë që është më e prekshme, është më e depërtueshme edhe nëpërmjet publikut, po publiku është shumë smart edhe selekton rrugës edhe fillojnë të gjithë. Pse mendojnë që rrugtimi jot në Big Brother nuk ishte edhe aq i gjatë? Si fillim unë Elita nuk u futa për lojë. Unë u futa më shumë që t'i jepja njerëzve një tjetër dimension timin për të njohur. Edhe gjithashtu edhe për të promovuar. Amanetin atë kohë kishte ndes shumë. Edhe mua më desh një push i fundit që të kisha mundësi që t'i preke njerëzit në dimensione më ndryshme. Dimensione tjera edhe ngjyra tjera. Që i shkurtër se unë nuk bëra shumë kompromise, unë nuk u futa shumë thellë në lojë. Mendojnë që do doje të ndryshojë diçka në lidhje me raportet me ndonjë banor ndoshta? Do doja për shembull që disa gjëra të kisha qenë pak më e shpejt në kohë, në veprim. Do kisha të qenë më e shpejt, ndoshta jo aq analitike, do të thënë analizuese në të gjithën. Edhe ke pas ndonjë sens se çka bëhet jashtë, Lori? Po, kisha momente që thoje që jashtë bëhet nami, se aty aq mund të kuptoje. Kisha momente tjera që thoje që kjo gjë as po funksionon, të tipit ose ç'a mund të jetë duke u bërë. Po Prime ishin tregues shumë i madh. Unë kuptoja aty që për sa kohë që nuk kisha kryefjalë Prime-it, nuk po bëja mjaftueshëm me raportet që kisha ndërtu brenda, apo me vatrat e sherrit që kisha krijuar brenda. Edhe këto janë tregues. Unë po e kuptoja se kësi po shkonte rrugtimi im edhe të them drejtën, në fund fare thjesht vendosa që ta lëmaq, domethënë, edhe të ishe shumë e afërt me Mirin. Po. E ke parë Mirin si fitues apo e ndjej që Selin mund ta fitonte? E kam parë Mirin si fitues. Për aq sakrifica sa ka bërë Miri brenda, edhe lëvizje, po themi, si shpirtërore, ashtu dhe strategjike, domethënë të gjithë ato gjithë shpirtin që i ka dhënë gjës brenda, e mendoja Mirin fitues. Njëkohësisht edhe Selin, po ashtu, ka dhënë shumë nga vetja. Po, patjetër. Miri e meritanta. Mirin e kisha dashur më shumë për si fitues. A ja urove Selinit? Patjetër. E kam takuar me shumë dashamirësi edhe e kam uru me shpirt. Si qëndron me raportin me Brikenën sot? Brikena vazhdon të jetë një nga gocat që unë kam raport më të mirë nga Bigu. Vazhdojmë shkruaj mirë pas here, urohemi për gjërat, po nuk kemi pas mundësi për të takuar. Janë gjithë pas Bigut, jemi të gjithë super të angazhuar me gjëra, shumë vështirë për të pa, po është një nga njerëzit që kam dash më fort aty brenda. Lori, me që ishe në shtëpinë e Big Brother, mendojnë që raportet e dashurisë mund të jenë të vërteta? Fillojnë si strategji, ndoshta përfundojnë si dashuri, por... Po të gjithë e dim që romanca është një pistë shumë e mirë për të qëndru sa më gjatë në shtëpi. Është një variant i mirë. Po aq sa dhe konflikti. Po nuk di ta them nëse çiftet që u krijuan aty brenda janë reale dhe vazhdojnë edhe sot me po të njëjtin intensitet. Shoh ç'a bëhet vërdall, po si çift sot kur isha. Po nuk e di, Selin Gimbo më duken më legit. Më të vërtet. Interesante si përgjigje, Lori. Më fal ti si është Lori e dashuruar. Se më dha politikë. Jo, tash ma dëshmuve shumë pak. Po, e pra. E them, me që e qova gjithë intervistën korrekte, diçka pak. Si e ti kur dashuron? Kokë këmbë. Po. Shumë e vënë. Je sot e dashuruar? Jam. Je dashuruar.
Unë kam thënë që nga koha që kam qenë në Big, që jam në një marrëdhënie. Ishte një marrëdhënie përpara Big Brother apo u forcua më pas? Ka nis pak përpara Big Brotherit, po. Edhe Big Brotheri që një test, shumë i lezetshëm. Po, aty brenda... Është personazh publik? Jo, nuk ka lidhje fare me muzikën, për fat mirë. Okej. Cili ishte ndoshta ai komenti i parë të cilën ta japi partneri kur dole nga shtëpia? Dole shumë shpejt. Ishte shumë i zgënjym nga sa shpejt kisha dalë. Me thënë, ndërkohë reagimi jemi ishte: a jemi akoma bashk? A kam bërë një gjë që s'duhet? Atë kam met diku? Besoj që do ta donte ti thoje diçka nga kjo studio. Ti e shpreh shumë bukur me fjalë, e shpreh edhe me muzikë. E ke mundësinë, mund ta thuash ndonjë fjalë rreth ti dedikosh ndonjë dedikim dashurie apo ta thuash me këngën? Me këngë, po, sa bukur. Unë jam shumë, tani ti mos më prek mua në pikat e mia të introvertizmit. Unë kështu deklarata publike nuk bëj, ja fillova që tani të nxet këtu. Ai di shumë mirë të gjitha, kështu që unë mund t'i them vetëm që të mos ndryshoj edhe të qëndroj ai që është, sepse kështu më pëlqen. Po, e shkurt e bukur. Jo shumë poetike, por kënda dedikoj. Kjo vlerë shumë romantik në botë tani. Mua më lërë të bëj muzikë. Kjo është pika ime fort. Tregom çka je në përgatitje tash. Do të kemi ndonjë bashkëpunim me West Side Family për shembull? Se e di që keni raporte shumë të mira. Po, që se vjen diçka shumë natyrshëm dhe ishte shumë bukur. Po, pse jo? Unë punoj me çunat në gjithë në studio, në her pas here ndajmë, po themi, studio sessions bashk, po që se vjen diçka shumë spontanisht, pse jo, do më pëlqen të. Cili këngëtar të pëlqen ty, Lori? Me kë do doje ndoshta një bashkëpunim të ardhshëm? Një bashkëpunim të ardhshëm. Po ja, për shembull, unë nuk e di, kam lënë intervistë që më është drejtu kjo pyetje pa thënë Elvana Gjatën. Unë kam Elvanën... Po ti e fitova atë që desha? E fitova, po, prandaj them që është një portë e hapur, është një derë e hapur për një bashkëpunim që kam përshtypjen që s'do vonoj. Unë jam kështu, i manifestoj gjërat edhe kështu që edhe situata me koncertin e Elvanës. A ka këngëtar të tjerë të preferuar, përveç Elvanës? Se tashmë e kemi kuptu, ki bët thirrje në TikTok, e dim, e kemi kuptu. Nuk e që është shumë evidente. Po ja, për shumë një bashkëpunim me Gjikon s'do ishte keq. Ta rikthejmë? E bra, se ka shumë kohë. Ka kohë që mungone. Do t'i them. Këngët ta bëni tek Big Bang. Po, shumë dakord jam. Ti marrë dhe çunat, se aty janë. Ikem. Do t'ishte shumë e bukur. Shumë bukur do ishte një që shumë. Por, Lori, përveç muzikës, si e shpreti ndryshe vetën? Përveç muzikës? Po. Shiko... Do një pasion që të pëlqen? Një pasion i fshet, po themi, që unë kam. E di, unë jam aqe stër fokusuar në muzikë, sa që më ngel shumë pak kohë për veten time, edhe ajo kohë që më ngelet, unë mundohem që po prapë të fantazoj për gjëra që lidhen po prapë me imazhin tim, po prapë me dukjen time, me energjinë time skenike, etj. Edhe nuk e di, ja, ulem edhe skicoj gjëra, qa të vesh edhe qa të bëj. Do të thotë i skicon vetë edhe? I dërgon pastaj të realizohen? Unë jam thjesht një fan se Pinteresti. Jam kurioze ta shoh Pinteresti. Po, edhe kam një moodboard shumë të lezetshëm aty brenda edhe thjesht të liroj gjithë fantazinë time. Mendojnë që ndonjëherë publiku edhe nuk të kupton? Me veshje? Rrezikon më tepër? Po, rrezikoj. Edhe me grim? Po, faleminderit shumë. Dhe mban mend atë grimin tim ikonik të Big Brotherit. Sa që faleminderit. Me një falsize, po. Qa mendove kur i pa gjitha ato memet? Tash, me si përpres të takoj ato grimjeren e duarar. Jo, me shaka. Me shaka e kam taku edhe kemi qesh shumë. Jo, kam qesh shumë. Dhe me to, mu desh edhe ajo. Dhe me thënë, isha bo meme për Amanetin, po edhe një grimi lezetshëm, Gaga style, duaj. Shikon, ndonjëherë këto strategji janë të duhura? Po, për shembull, po.
Ndoshta edhe në festivale janë grupe të cilat përdorin për të njëjta strategji, të komentojnë rreth veshjeve të tyre, të qëllëmshme. Madje kur kam dalë për shembull, kam thënë me vete si s'kam qenë një prime vetëm me peshqir, vetëm me tuta. Një gjë për shembull që është e paperceptueshme kështu domethënë, po që po, janë elementë që mund të ndihmojnë që të ndezësh një diskutim. A të pengojnë sot vëmendja kaq e madhe e publikut? Vëmendja? A më pengon? Po, sepse vjen me të mira dhe të këqija, me gjitha ato meme, me komente negative, po njëkohësisht dhe shumë dashuri dhe pozitivitet. Jo, për sa kohë që unë kam graduar trurin që dua të jem pjesë e kësaj industrie, më ngelet vetëm që ti mirëpres të mira dhe të këqija, të kritika edhe komplimente që më vinë në këtë rast. Deri tani domethënë nuk jam hasur me një gjë, pra edhe memet i kam marrë me shumë sportivitet. Cili koment ka pëngu më së shumë ti? Diçka që se ki kuptu kur pse ta thonë? Për shumë kjo me mali. Keni pasë dhe shumë edit. Pse? Koment. Për shumë, një koment shumë i shpesht të brënda ka qenë po kjo çdo këtu. Ose po kjo pse sikën, pse s'provon tregun jashtë, ose këto janë gjëra për shembull që më dhëmbin her pas here, domethënë. Loret, falenderoj shumë që ishe në Elite Way, sepse i kalu minutat tonë. Ishte kënaqësi me të pas përballë dhe nuk e di pse ti thua që je introverte, por mua më jap energji të paparë. Do jemi shoqe se me briken. Kënaqja shumë. Faleminderit. Kur jeni me ne, nuk jeni veç, gati për pjesën e dytë të programit dhe si gjithmonë ju uroj mirëseardhje Nderem Nëziri. Nderem, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ty Elita dhe për krejt shikuesit e Elite Way. Nderem, si ka qenë kjo javë për ty ose kjo verë, themi më mirë kështu? E nxehtë, me shumë punë, me shumë angazhime, po dhe me shumë lajme gjithandej. Ta shohim se çka do të nxjerrim lajme nga ky emision, sepse është një temë që ndërlidhet me këtë që e falem, por paraprakisht dua t'ju tregoj që IPCO ka lansuar ofertën promocionale për pakot roaming me 50% zbritje, pa QR kode, pa SIM kartela. Domethënë, tepër e thjeshtë, vetëm me një kod, përdoruesit mund të aktivizojnë pakun e dëshiruar roaming dhe të lidhen me internet në Kosovë, rajon, Evropë, SBA, më lehtë dhe më lirë se kur më parë. Këto pako ofrojmë aktivizimin e pakove, i cili është i menjëhershëm përmes kodit të shkurtur ose aplikacionit My IPCO, mbulem pa SIM kartela, shtesë pa QR kode. Tani me super çmime dhe fleksibilitet sipas nevojave të udhëtimit. Pakot janë promocionale me 50% zbritje dhe ju merrni 3 GB me 2,99 ose 5 GB për 4,99. Ftojmë tani panelistët e sonshëm, të cilët do të bashkohen me neve në studio. E para që vjen është Lena Gjikolli, stiliste flokësh. Rina Dervishi, tatu artiste. Fisnik Dragusha, ekspert i turizmet. E përmbyllim panelin ton me DJ First. Përshëndetje dhe mirëseardhët në Elite Way, kam kënaqësinë ta kem një studio kaq të bukur si kjo sot. Nuk e di çka kanë bëu kështu organizatorët ylli, pse më kin do vajzat edhe djem kështu. A ndoshta ti kemi përballë njëri tjetrit. Me po njëri tjetër. Nderem, si që do tradita, çka pret nga ky panel sot?
Pra shkullën trip. Si shtu po më duken? Si Vera që do t'jetë si vjetë, apo jo? Si kjo Verë që ka njësë shumë nxehtë dhe po më duket ka me qenë tillë deri në fund. Me që jemi këtu, po e hapim temën për të cilën ju kemi ftu. Vera, ko e qefit, eksperiencave dhe shpenzimeve. DJ First, si e pret këtë verë? Sidomos ka aspekti i nejave të natës, tregona pak sa ka ndryshu, se po i shohim disa ndryshime që po ecim me kohën, edhe që njerëz po preferojnë më shumë gjëra të tjera, si që kemi parë në biznesin të cilën po e zhvillon sot. Unë mendoj që Vera ka më konë plot energji, fillimisht. Shqiptaria, shqiptarët për momentin janë trend në për botë, ki viral, kështu që në për TikTok-a, në për gjithçka, gjithë po kanë qef më konë shqiptar. Më ka ratë që është më konë New York edhe like everyone ka qef me nejtë me shqiptar. Kanye West, dhe me thonë është arë në Tiranë, është një big announcement, I think, që ka me arë shumë njerës. A ka të bëjë edhe Drake në mënyra që shpe promovon? Shumë sene, në mënoj keq të sene, kanë me lidhë shumë që Tirana, Prishtina kanë më konë epicender në Balkan, asa në Europë verës. Unë e kam shumë shok për Zvitrës që janë të ardhë për Kanye West. Unë mendoj që sa e përket kulturës, muzikës, kur ma shumë aktivitetet s'ka posë, përse këna Sun Healing. Kështu që Vera ka më konë full energji edhe pozitivitet. Në Verë po ngjallën edhe këto nejat e ditës që dikur s'kanë qenë traditë dhe mu po më pëlqenë shumë, ti je shumë aktiv. Unë e kom bërë një running club herën e fundit edhe më kam befasu për të mirë rinia edhe shokët e me, shoqet, sa shumë dhe me thoni konë të interesu me arë me marë pjesë. Ideja është e këna bo një koncept me vrapu ditën, po easy flow, ma shumë komunitet edhe ma ndaj ka DJ set edhe ushqim healthy. Dhe me thonë me dalë ditën, me bo pari, po më nëse me bo pari pa pi alkohol, po të hangër healthy. E po është një komunitet shumë i mirë, mu për vetim ka dhonë shumë energji, shumë pozitivitet, kështu që, shumë nice. Pse mendojmë për që këto gjenerata të reja po preferojnë më tepër, ndoshta diçka më ndryshe. Gjenerata dikuri kanë preferu më shumë, ndoshta Prishtina u njoft për jetën e natës, e cila sot ka fillu nga pak po ndryshon. Nuk është që i preferojnë koncertet, por jo gjërat të cilat dikuri kanë ndjek me entuziazëm. Vërtet. Qërë në përbot është një trend i ri, janë të bo shumë pop-up store, eventet vogla, korporatat maja, Prishtinë që ka pas shumë pak. Tas ka shumë kompani që kanë punësu edhe prej jashtit, që po bojnë evente private, që unë për vetim brenda javës më bjerë me shku me 1 ose 2 evente private, që i kanë 200 punëtorë, 300 punëtorë dhe bojnë eventin vetëm për ekip vetën, team building për shembull, që kesh të përmeni brand me një brand premten. I patën 300 veta, ke qata njerës qytetit, për shembull së djemë që është me një event tjetër privat, ma ndëpi aty të vazhdojnë klub, po bojnë evente edhe private shumë. Kështu që nuk është ju nalë, por mendoj vishë ka ndru si koncept. Ka ma shumë në janë Verë, apo... Ka ma shumë, po ka nashta ma shumë si private. Po kupton, bi bojnë njerës të edhe në për dasma sene, po bojnë after party, po bojnë që fati edhe neja ditën. Kështu që po bojnë neja nuk do me thonë tash në ditësotit me bojnë neja vetë në klub. Po bojnë neja edhe është kjo arsyeja që shumë diskoteka e në shel, për shembull. Po, ka ndru pa koncepti si unë shkep njerës. Për para ke pas një klub, që është ki 5 kluba, unë shkep njerës, edhe asë njoni nuk është full, po krejt punojnë ka pak. Kështu që unë nuk menoj që ka vdek jeta natës, po veç që mbo ma shumë, gjithë ka u rritë konkurenca, ka vdhen ma shumë ki, dhe me thonë, klube, ma shumë bare, ma shumë restorante, ki ma shumë zgjidhje. Ma shumë pare? Edhe pare ka ma shumë, po dhe shpenzime ka ma shumë. A vdhen u rritë, dhe me thonë, unë menoj u rritë standardi, po u rritë edhe roga dhe smimi, gjetë botën është qaj trend. Pisnik, një pyetje konkrete për ty, a po marrin kosovarët kredi për të shkuar në dete? Po marrin dhe s'po marrin. Nështë është ma shumë pyetje për bankat, po apo kanë me shkundeti, po kanë. është e vërtet, edhe është ka fillu, për para u konë, shumë shpesh e kom cekë në për shumë intervista tjera, u konë si me thonë luks, puna ultimeve, tash ka fillu mu bo shumë normale, edhe shumë nështë ta nevoj, dhe me thonë, për me planifiku një periud të pushimeve edhe një budget brenda familjes. Cilat janë kërkesa që zakonisht i drejtojnë familjarët? Du më ndërlidh pak me Ari, se deri vonë kena dërgu, du më thonë, grupe trish një biza për parti, ka fillu me ndryshu shumë kjo punë, se tash jena të pru në Kosovë grupe tilla, jena të involvu në këtë to që a i tha Ari në këtë biznes. Vitën e kaluam kanë ardhur për shembull, muj me përmenë edhe si brend, se është shumë i madh, brend BMW-a, du më thonë, i ka pru 21 menaxherat kryesor në Sun Health Festival.
Na e kena bo komplet hosting të sajna, por nuk kanë najtë veç festival, se kanë vazhdu edhe disa net tjera dhe kanë marrë pjesë në për disa parti private, po edhe në për klube. Ka i propozon t'i kuri? Prishtina ka ndryshu, ka kryu efekt, jo veç Prishtina dhe Tirana normalisht, që po vinë kompanit mëna, korporatat mëna, ne jemi edhe në Zvicër si kompani edhe jemi të i përjetu një ndryshim shumë të madhë sa i përket kësaj çështje. Po, veç pavarësisht sa duam ta marketojmë dhe zbukurojmë jetën aktive në Prishtinë, ajo është zbe shumë viteve të fundit, dhe kjo tashmë është e ditur, ka shumë a pak edhe neja masive, ka shumë a pak atraksionet cilat ofron. Derem, ndoshta kjo është që na jemi plakë dhe përna do këtë se... Jemi plakë, s'po dalim shumë. Jo, ka ndryshu forma. Idea ka ndryshu konceptet, por unë po shoh edhe nga ato që po thuhen gjithandej në Prishtinë. Nuk ka mo neja që shka pas Prishtina, ma nuk është kryeqendra e nejave të nëzita të viteve 2000, të asaj euforisë nështë atë madhe edhe të njerëzve për me dalë. Për që ideja më falë që për ndërprej që e mon me të, dhe me thonë ma mirë thënë, u konë një klab Prishtinë që u konë pak ma mejnë. Kur s'u konë një klab? E kom fjallë ma mejnë që u konë, ma mejnë, pove që ka pas gjithmonë shumë klabë. Ajo dëshira për të kaluarën do këtë ty që ka qenë ma mirë, po me i pytë gjeneratat e reja thonë jo, tash është shumë ma mirë, sepse kanë mundësi me taku artista ma në dhej. Unë po e shët që fokusi është vendos pak në vende bregdetare, se po flasim për verën, është vendos fokusi në vende bregdetare, ku këto nejat e eventet janë shumë gjigande edhe kontemporane, po është vendosë edhe në Tiranë për hirë zvërtetës. Prishtina ndoshta do të ishte dosht me i rivitalizu pak, me i rikonceptu edhe nejat edhe klubet, edhe formen qysh funksionan edhe menagmenti, se Tirana me të vërtet po bëhet target i trimve për me shku, me u knaq, që ashtu në maksimum qysh tritë e Tiranës edhe Shqipnis, dikuri në knaqin Kosovë. Po veç duhet me pas në bështetje në shtetit, se dhe unumi ju rasisht u dasht me shku në Tiranë dhe për pak sa veç se ishin të e marrë dhe San Hillin. Kështu që janë edhe çështje politike më pas, për ta marrë një mendim edhe nga Lena ka aspekti i estetikës, i flokëve, i make-upit, sa mendon që i dedikohen të rinjtë të Kosovës, edhe si është vera të kjo? Sidomos këto vitet e fundit, dasmat janë bërë shumë trend i madh. Do shta edhe është kjo rrjeteve socialeve që po bëhen virale dhe pjepin shumë vëmendje mandena dasmave, e rregullimeve, që është një fluks tepër i madh i punës. Sidomos këto vjet e fundit. 2 herë nditje bën baki që vinë dhe rregullohen për mëngjes dhe për mbrëmje, për një event, për të njëjtin event. Në sa ora duheni me fillu punën verës? Sezona zakonisht fillon 4 mëngjes, 3 mëngjes. Si ja bëni më Lena? Ja dalim. E kena energjinë, është një energji shumë e mirë, ndoshta fluksi i madh i punës, njerëz shumë. Deri në çfarë ora atëherë punoni në sezonin? Deri në 6-7 mbrëmje. Ditë natyror do të thotë punojmë intensiv. E çfarë ndodh me këto nuse të cilat preferojnë me u bë gati në orën 3 në mëngjes? Po veç kur fillon dasma po më. Dasma fillon ndoshta në 10 ose 9, nuk po e di sakt. Po rregullimi vonon 3 orë deri në 3 orë gjys. Një person merë kohë për mu regullu. E kështu të mbesim, prapse dhe në 6 e gjysë që aty janë. Polina, më falë ndarë, më ka thirë një qef të Amerikës që ka me orë në Kosovë, janë shqiptarë për jetojnë atje. Do ishim më organizu një running club me dasë, më shti dhe me thonë dasë sport me vrapu, e për bëjsim trend në Amerikë, e me qatë ekipen që organizoj, më ka do këshim interesant. Shumë mirë. Like, me ndru trendin, like, nusja, a kom fjallin më njës me postu një running club, like, community. Jënë të orë dhe të huj me bodarës më këtu. Vitën e kaluar 3 kanë qenë, se kemi qenë vetë të involvum në organizim mikpritje, 3 në përvende që çuditesh, të më thonë, njëna për ty në ka qenë e Pakistanit, një familje elit që kanë, të më thonë, pare. Nuk e dijen këto çështjet e këtyre sportistave, për shembull muzikantave që i kanë ndërkombëtarë dhe ka fillu me hyrë. Albanien ka fillu me hyrë në trend. Se është ma lirë, po ka dhe vende tjera që janë të lira, mirë po në termi jonë si shqiptarë. Imazhi i orës Dua Lipës e shumë tjerëve, po edhe kjo dora e fortë që i ka dhënë Drake. Krejt simbolive tona e ka internacionalizu shumë a shumë vendin tonë edhe po Kosta unë mendoj që është një prej faktorëve kryesor. Edhe Kosta edhe popull... E dim edhe tek fustanat e nusërisë, arsyeja pse kemi shumë njerëz të huaj që vinë në Kosovë është Kosta.
Më mirë Vërtet. Edhe kështë edhe kena shumë artista. Po veç Elita, kur flasim për një familje elitare nga Pakistani që vjen me realizu një dosëm në Kosovë, pastaj nuk s'kemi mo me folë për kostës o paradoksale. Ata kanë mjaftu shumë pare, sa me organizu një dosëm ku do në gjdo vend. Ne, po shpresojmë shumë që ka kontribu imazhi i artistave, sportistave dhe ambasadorëve tjerë që njerëz me orë me uafru këtë vend vogël që i duhet në bështetje shumë e madhe. Një për partnerave tonë ka marrë pjesë për herë të parë në histori me stand në një panajer të tillë të dasmave në Itali, që është më i madh në botë. Edhe janë çudit shumë për atyne që janë organizatorë kur e kanë pa Kosovën, që po ofron organizim darsave në Kosovë. Që dhe dasma shqiptare janë të bukur. Ato janë ndërlidhur shumë gjona, prej domethënë punës tënde, make-up, veshjeve, dizajnit, si jena njerëz të bukur, natyrës, shimit, edhe kjo shkon deri te Dua Lipa, domethënë ta përmend kështu. Edhe kjo logjik e ka vënë rrotën funksion edhe na duhet krejt me punu rreth këtij. Unë mendoj që duhet me u kështu bojnë apore. Mendoj që duhet me u punu shumë me lanë politike nënash, është një metodë që na mendoj që duhet me u punu shumë në guida profesionale, se ky vend ka aq shumë resurse, aq shumë pasuri dhe thesare të fshehura që do të zbuloshin dhe do të manitshin njerëz të gjithë botës. Po mungon seriozisht guida profesionale ka, por duhet të rritet në numër tjetë edhe pak ma korekte, se kom dëgju përvoja që s'kanë qenë fort hishme të tuajve që kanë ardhur për me eksploru, zbulu këto pasurit vendit tonë, edhe ishë kom perfekt në turizm. Ma një mendim edhe Pirinës se ende se kom dëgju. Unë bezdo sa me ta dhoni një kompliment, falë, që Elita sa bukur për duket, dhe femna shqiptarë menoj që jenë ma të bukurat në botë. Ti do me thonë që për femna vinë tujt këto? Jo, vështë për ta të regojt si kulturë, për të me thonë, kena kulturë, kena edhe meshkit, po femna do me thonë në gjinia e bukur, kështë që unë menoj që adin Shqiptaria ka një kulturë shumë të mirë, edhe për që ta vinë edhe njerë se jena shumë dashëm si popull, jena bëden lidhmi shpejt me njerë. Është edhe bujaria jonë, bujaria shumë social. Që ta vlerësojnë shumë, se veç lidhna shpejta në qatë kam që thonë, një kom pas të 16 Zvicrani në konë Kosovë, ka nërë për Kosto, që i ka kushtu shumë alirë se me shku në Spanjë, po do me thonë edhe jënë fasjenu këto me ushqimin, me njerës, do me thonë minarën kanë bo shokë. Mirë këpritje, Boti me shku së në bënë që të botës ku i mungon kjo ngrëtësia që njerës të kanë japë dikur, se të mundu me u modernizu, kanë shku edhe joftov me njeri tjetrin, muas nuk përshëndetën. Edhe reviewsat pozitiv të shumë tiktokerve dhe influencerve që po vim prej jashtë në Kosovë dhe po bojmë video kanë kontribu shumë në masivizimin e ardhjes turistëve në vendin tonë. Shumë falenderus për këta njerës që kam fjallët më të mira prej vendit, mikpritjes edhe ushqimit. Jo gjithë kush po është falenderus, po hajtë me ndonjë emision tjetër e bojmë edhe atje. Unë që ka kompo. Rina? Shëndetje mas pare, se unë së mbrita me folë. Këqë Rina, se unë mbyta të tentu me të ajo fjallën, por atë shej ka kaplu energjia e mirë. Pak ma shumë lidhje rreth temës, jo shumë rreth turizmet e kështë. Unë mendoj që vera njerëzit i bën mundi ma të lirë, i ju jep mundësi mu shpreh ma shumë, edhe natyrshëm shumica jemi ma të lumtur, është vetë koha, energjia që na jep, edhe te unë si tatu artiste ndikon ka gja shumë, për shkak se njerëzit krijojnë eksperienca të reja, përvoja të reja, edhe kujtime të bukura. Qatu kujtime kanë qef që me i pas të njëtën në trup që me i kujtu edhe me i pa çdo ditë. E kjo ndikon mirë se... Shtojnë që këto ngjarje që ndodhin verës, mbetën verës, a ndodh me i rapi shman ata që bojnë tatu verës marrë me ndryshu, ka shtatorit të tori? Tash se di, unë mendoj nështë që edhe nuk është që punoj shumë me rini, që munën mira pishmën është fjala. Njerëzit mas moshës 20 vjeqare thuj se që edhe nëse diçka nuk ka shku qysh, është një qef, a i kipa që thojnë, po flasim të këta tujat, a i kipa që thojnë nëse një qef të shkru në emrin e një tjetër, të është një farfati zi, do diçka e keqe. Nuk është që ti i bjen pishmën për qatë njëri, ose për qatë tatuazh, ti mund është munda, edhe i keni nda rrugët, po në menoj që qajo kosa e kom bashk, ka mu qmu gjithmonë se ka ndiku që ti mu konë te. A jemi na ka shtapur sa ta pranojmë tatuazhin e një partnere, për shembull me emër të partnerit para prak?
Me lonë që tatuazh që ashtu që është. Po a i si e pat si se pa tatuazhën, a i partnere e ka pas ato, ose partner. Ajo është veç është iluzion që ti mund është me ja kriju vetit edhe mundu me mshefat fakt, për ndrysha ajo ka mu kon pjesë jetës A ka njerës që vinë me modifiku këto tatuazhe me emrat partnerve, dashurve? Normalisht që ka, se na jemi popull, nuk jemi krejtë të njëjtë. Ka njerës shumë të hapër. Jo na, menoj që ndodhin krejtë bota. Po flasë për qata që punoj kryesisht me prej Kosovës, Shqipnis, e pak në Balkan jo me krejtë botën, po ka të ndryshëm, ka që janë shumë të publike që është janë shku të ndërgulluhe, të bo lule në emre, të shku të urrit atuja, ma ndejse. Edhe emër, nështë ta hetë se ka bo emrin, ka bo diçka krejt tjetër që tashmo nuk i pëlqen, thjesht ka ndryshu si person, ama jo do më zëshmërisht pse i ka ro pishmën, thjesht po dënë diçka të rejnë, është në qatë pozitivë. Kemi afekcion për tatuazhet, a kemi mrin, qatë pikë sa me thonë, po, shqiptarët e Kosovës i duan tatuazhet. Çdo ditë është në rritje e sipër, është tepër shumë, njerëzit e kanë ndryshu komplet konceptimin për tatuazhet, tash çdo ditë e ma shumë shihet si diçka e bukur, jo si diçka që të bën rebel ose çdo që konceptu për para. Unë kam shumë edhe gjeneratat vjetra, 40, 50 edhe 60 vjetë që vinë edhe e bojnë tatuazhen edhe e hekin Marokin e rinis që për shumë arsye që krejt mu imi dit nuk e ka bojnë rini dë vetë. Rina, si pas te, cila është ai vendi ku të pëlqen ty krimet e tatuazhit? Për shembull ku i shef verës edhe të pëlqen të dikush. Ndoshta ata që janë tu e menduar bën ndonjë tatu t'ja japim si ide. Unë personalisht si tatu artiste më pëlqejnë pozitat ku shihet tatuazha. Unë kam qef me pa dhe me çmu tatuazhen. Menoj që çka është e bukur është për mu pa. Edhe pse me im shef, pse me i bo në vendet të mshefta, po që ajo është unë qefi, krejt dikush s'ka qef heq mi u pa, i dëni ka 10, po 10 i ka të mshefta në për pozita ku im lën me tesha me. Dikuj na ja penalizon puna, po prap po qef. Si pas te, a duhet pa tjetër tatuja me pas një domethënie? Jo, absolutisht. Tatuazha është, unë gjithmonë thëmë trupi jonë është, a i kam vasi jonë edhe mujna me personalizu që është dojna. Unë menoj që ajo zakonisht përdorët si arsye për tatuazhën e pare të dytë sa me thy pakat frikën me bo një tatuazh, për ndryshe jo gjithmonë. Ka tatuazhe me kuptim, unë për veti këm tatuazhe me kuptim, edhe pa kuptim, veç mëse më pëlqen që është dokët, njëjtë edhe i punaj. Zdo me thonë që gjithë qysh me pas një kuptim të madhë. Po e ndjekim një kronik të cilën e ka pregadit gazetarja Jonir Zanila, e kthehemi përsëri me temën e verës. Vera është stina që shumica njerëzve e presin me padurim. Është koha e pushimeve, e udhëtimeve, e takimeve me familjarë e miq, por edhe periudha kur shpenzimet rritën ndjeshëm. Për shumë qytetar, në Kosovë dhe Shqipëri, vera nuk përfaqëson vetëm disa ditë larg rutinës së përditshme, por edhe një sfidë për menaxhimin e buxhetit familjar. Me rritjen e temperaturave, shtohet edhe dëshira për të kaluar më shumë kohë jashtë shtëpisë. Pushimet në Bregdet, fundjavat në destinacione turistike, daljet në restorante e kafene, apo aktivitetet e ndryshme argëtuese bëhen pjesë e përditshmërisë së sezonit veror. Por çdo eksperiencë ka koston e saj, e cila vitet e fundit është bërë gjithnjë e më e lartë. Për qytetarët e Kosovës, Shqipëria mbetet destinacioni kryesor për pushime. Bregdeti shqiptar vazhdon të tërheq mijëra vizitor, ndërsa rritja e interesimit ka sjellë edhe rritje të çmimeve të akomodimit, ushqimit dhe shërbimeve turistike. Edhe pse shumë familje planifikojnë me muaj për pushimet verore, një pjesë e tyre detyrohet të shkurtojë ditët e qëndrimit ose të zgjedhin alternativa më ekonomike. Në të njëjtën kohë, vera është periudha kur ekonomia gjallërohet, ardhja e bashkëdhetarëve nga diaspora sjell më shumë lëvizje, konsum dhe aktivitet tregtar, veçanërisht në Kosovë. Restorantet, hotelet, kafiterit dhe bizneset e vogla përfitojnë nga fluksi i vizitorëve dhe nga rritja e kërkesës për shërbime. Megjithatë, për shumë familje, vera nënkupton edhe shpenzime shtesë, që shkojnë përtej pushimeve. Konsumi i energjisë elektrike, blerja e produkteve sezonale, aktivitetet për fëmijët dhe daljet e shpeshta ndikojnë drejt për drejt në buxhet.
Në një kohë kur kostoja e jetesës vazhdon të jetë shqetësim për qytetarët, balancimi mes dëshirës për të shijuar verën dhe mundësive financiare mbetet një sfidë e vazhdueshme. Pavarësisht kësaj, vera vazhdon të jetë një sinonim i përvojave të reja dhe kujtimeve të bukura. Shumë njerëz zgjedhin të investojnë në momente me familjen dhe miqt, duke konsideruar këtë periudhë si një mundësi për të shkëputur nga stresi dhe angazhimet e përditshme. Në fund, vera mbetet një stinë me dy anë të së njëjtës medalje. Nga njëra anë, ofron qejf, relaks dhe eksperienca të paharrueshme, ndërsa nga ana tjetër kërkon planifikim dhe shpenzime më të mëdha. Dhe pikërisht në këtë ekuilibër mes dëshirave dhe mundësive, shumë qytetarë në Kosovë dhe Shqipëri përpiqen të shijojnë maksimalisht muajt më të nxehtë të vitit. Sot po flasim për një produkt revolucionar, çaj Ratmana, prodhim nga Zvicra, 100% natyral dhe klinikisht të testuar. Përshpejtojnë metabolizmin, pastrojnë toksinat nga trupi, largojnë urinë e tepërt dhe fryrjen e barkut, pas një efekt ansor. Përdoren nga të dyja gjinit, femra dhe meshkuj, të sigurta dhe për gra gjithënse. Me çaj Ratmana humbisni 5 deri në 7 kg shpejt dhe në një mënyrë të sigurt. Rezultatet janë të garantuara. Filloni sot dhe ndjeni ndryshimin. Po vazhdoj me first, kishe diçka për mund ndërlidh? Për tatu. Apo, unë për tatu mendoj që qysh e tha dhe kolegja që është zgjedhje se cilit trupi edhe unë s'ka do që bën mendoj njëri është artë, kështu që unë e lo të më thonë se cilit me vendos, s'ka dënë që ka qef, kështu që tatuja më kone bukur, unë për veti s'kam tatu, kam qef më konë natural, jo që na i sen, po që ajo kam frikë që më i mira pishman, kështu që halas s'kom vendos na i sen me bo. Po i cake. Tregom pak edhe për pushimet e verës. Kuj preferon ti këto pushimet mi kalu? Gjena është me shku dikon tjetër, mos e kena Shqipërinë afër. Tash është vërtet që ki vendet bukura, që kej me vizitu kultura ndryshme, po verës, unë mendoj që Shqipëria edhe Ulqini mu pëlqen shumë edhe Malizi, po Shqipënia ka vende shumë bukura, jugu i Shqipënisë, Vlora është të bo shumë bukur. Unë përqef shkoj në Shqipëri, në jug, po edhe Malizi më pëlqen, edhe Ulqini është shumë bukur. Ti për veti, ku i preferon? Se me që na propozon të gjithve ku me shku? Me Biza na qënë. Ti ku? Janë hargju i gra këtë Shqipënisë. Ulqinit, Shqipënisë. Kjo është vendi ma i bukur për ty që i ki vizitu? Për bez një prej veneve më të bukura që më kalon kohëve të fundit ekstrem shumë për shtypje është ishulli Mauritius që është në Afrika, ose është kanë qenë i okupum për Indis, po e ka një frym të kombinu me franqeze, angleze edhe lokal që janë. Ajo që më kalon për shtypje është një ishull, komplet ishull, dhe më thonë oqean, indian, pastërtin që e kumë po atë është e jashtëzakonshme. Dhe më thonë, se e kemi vizitu kështu komplet ka qenë ekspedit e analizës destinacionit, në gjdo cep të ati vendi u konë pastër. Kemi shku edhe në pazar, ta më në kështu ku i shesin ato erzat që është një farë kulturë shumë interesante indiane, pastërtia ka qenë ekstreme. So që me ekipen që isha, si udhet si i kompanisë, dash nëse e gjeni një kese bërlëk, dikun që shina mësumi pona në Kosovë, dash një javë e keni preme këtë grupe, ato ditë që kanë vazhdu dhe 3 ditë tjera, u më nëshin me analizu ku peshojnë, që do mësë rrugës, do më thonë prej një pjesë që shina mësume po, mole me bërlok për fat keq. Tregojmë cili vend prisni ju që të shpërthej në vitin 2026. E kishim edhe një lajm për Seychelles. Po, është rikëthy viza prap, nuk është, po, se ka shumë keq informime, prap është me viza, ka qenë një dezinformim, pak i shpejt, ata e kanë kriju një software për letësim të vizave për botën, po jo që i kanë hek vizat për Kosovën, se jam edhe antar i bordit të Unionit Turizmit Kosovës, kështu që po foli zyrtarisht. Por është e lejuar të futesh në... Me pasaport Kosovës jo. Seychelles nuk është e lejuar. Jo, me pasaport Kosovës jo, por u hapen vende tjera, si që është Tajlanda, manena u hapen këto vende tjera në Amerikë, që pritet mu hape dhe bora si destinacion që ka me qenë shumë let me zbrit atje, në Meksik, të Cancun, sepse është një konglomerat ndryshe pak i ndonë prej Meksikës si shtetë, dhe më thonë kemi mujtë me shku pa problem. Pra, paka shumë, verat e viteve të fundit nuk mbetën vetëm sinonime të eksperiencave të bukura dhe modeste, por dhe sinonime të ndikimeve që ne marrim nga jashtë për pushime luksoze në vendet të tilla. Që do të thotë se vera nuk është më vetëm sinonim i përvojave të bukura, por edhe sinonim i shprazjes
llogarisë, me gjithë këto ndikime që na vinë, e këto gjëra i din shumë mirë edhe diaspora jonë, të cilët duket edhe centin e fundit e lëm për të kalu pushime pranë familjarëve, pranë njerëzve të dashur, duke vazhdu për me qenë infuzioni më i fortë i pushimeve të bukura dhe jetesës e mirëqenies mirë të këtij vendi. Vetëm gjatë vitit 2024-25, sepse s'kemi dhëna statistikore ende, remitancat që kanë ardhur nga diaspora direkt në Kosovë janë rreth 1.35 miliard diku, që do të thotë diaspora është një infuzion i madh i mirëqenies tonë edhe me shku në ato vende atje, sepse me aq sa fitohet e merret në këtë vend, vështirë se njerëzit do ta kishin pa Mauritius se ishu i tjerë të jashtëzakonshëm. Kombinimi është i saktë që a the, se pizyrës në Zvicër që i kemi që 3 vite, e kemi të po saktë që është ndodhë kombinimi familjarëve Kosovë-Zvicër, shambull, ose Gjermani dhe pastaj... Pa ta do një dorë ata, ne s'kemi me u knoq në kënej. Nëse ata kanë fillu edhe po zhvendosen direkt, po ndalen tek vendet e Bregdetit, nuk po futen fare në Kosovë. O veç prapë po vinë këtu. 2-3 ditë që aty çka kam vetë. Lena, të flasim pak për trendet e vitit 2026. Trendet e vitit 2026, do të thotë, janë kthy prapë, po flas për rregullimet, prapë ka kthehet pak ai stili marrënd. Pak flizurat, do të thotë edhe vajzat e reja, për pas nuseve, po dojnë flizura, po dojnë i kap flak, po dojnë diqysh. Adem pak po më çudit që të verë. Sa influencojnë familja Kardashian për arsye që dikur tek ne frizurat që janë bo nuk kanë qenë shumë në modë. Tash ato që po i reklamojnë, kjo po i bën që ndoshta edhe maturantët, gjeneratat e reja të përdorin frizura. Po, mos sidomos tash me çto maturantët këtij vitit shumë kam bo flizura. Edhe që më ka çudit shumë se nuk ka qenë trend. Edhe për që kjo verë ka me qenë shumë me flizura. Sipas mendimit tonë, si ki parë maturantët e këtij viti? Maturantët... Edhe çka do t'i këshilloje si një stiliste me përvojë? Sa ma thjesht, janë treja, janë të bukra vetë, po më duket pak të egzagerume sa i përket veshjes, sa i përket rregullimeve, make-upit, mande kur po kompletohen, po duken të prume, sipas mendimit të më po flasën shumicë, jo gjitha, që kështu, unë gjithmonë ju thamë edhe në dyqan, shkoni diçka që ju jeni vetja, edhe sa ma thjesht. Hajde Rina, na trego pak ti vetë për verën, si ke dëshirë ti me kalu verën edhe ku e kalon këto ditë të ngrohta, në punë apo në Bregdet? Munona me gjetë një farë balance, unë tash prej kur jom bonon, është gjaja primare, njëtën tem është me kalu kohë me familjen edhe me djalin tem, krejt tjera të vinë mas. Normalisht që punën mundohna mos me lonë mas dore, për shkak se bëj që ato që e du, po që kryesisht vera është deti, pishina, mundohmi me i ndjek qefet mja plotësu djalit, familjes. Tregoma tatuën e fundit? Tatuazha e fundit është që kjo që të ndohë që e kom bo, e që kjo është para fundit që e kom bo për mu edhe për djalin. Mama Bera? Po, Mama Bera edhe djali jam Destani. Faleminderit shumë që ishit në Elite Way, kisha kënaqësinë ju kem këtu sot. Për fund, Kolegji AB ka hapur konkursin për regjistrim për vitin akademik 2026-2027. Si institucion më i madh jo publik i arsimit të lartë në vend, Kolegji AB vazhdon të ofrojë programe moderne studimi, staf profesional, infrastrukturë bashkëkohore dhe mundësi reale për zhvillimin akademik profesional. Të gjithë maturantët dhe studentët e ardhshëm mund të përfitojnë nga ofertat për regjistrim nga AB, të cilat janë paraport për këtë vit akademik. Aplikimet tashmë janë të hapura në të gjitha programet bachelor dhe master. Për më shumë informata, aplikoni online ose vizitoni kampusin e Kolegjit AB. British School of Kosova është ndartuar mbi standarde evropiane dhe British School of Kosova është institucion edukativ arsimor që ofron shkollim bashkëkohor për të gjithë nxënësit në të gjitha nivelet e arsimit para universitar. Në BSK tashmë mund të gjeni drejtimin më të ri programimin. Pribank është bank moderne me 100% kapital vendor që ofron produkte bankare, kredi të vëlletshme për individ dhe biznese, si dhe depozita me norma interesi për t'ju ndihmuar të menaxhoni financat me mençuri. Për më shumë informacione vizitoni njërin nga 14 degët e Pribank në Kosovë.
Kaq edhe për këtë edicioni, do të shihemi përsëri të dielën ardhshme. Natën e mirë.